Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, mos e tepro në ushqime. Po, muaji i Ramazanit është muaj i begative, muaj i mirësive, ku ne nga zakonet tona, të them jo vetëm të shqiptarëve, po edhe të muslimanëve, është bukurimi i sofrës tonë, i tavolinës tonë me lloj-lloj ushqime. Mirë po, këto nuk janë të ndaluara që besimtari të haje dhe të pije dhe të kese të mira të cilat e ka begatu i madhi Allah. Mirë po asnjëherë nuk duhet ta teprojmë në ushqimet tona. E sidomos në Ramazan. Për arsye se Ramazani është muaj në të cilin duhet të fokusohemi drejt adhurimeve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj ushqimi i tepruar është edhe haram. Për arsye se Allahu than Kur'anin famëlart, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani, pini, mos e teproni, sa Allahu nuk i don ata të cilët e teprojnë. Po vëlla dhe motër e nderuar, mundesh ta teprosh në ushqimet tua. Si për shembull, ti i cili kap shportën tënde dhe të blesh nga marketet, nga tregjet e ndryshme, mundesh që nga unësia e syrit të blesh sene të tepruara dhe të çësh në shtëpinë tënde gjëra të cilat nuk janë të nevojshme për sofrën tënde. Mirë po njeriu duhet ta dihet se kjo është mundet të jetë e tepruar. Një ashtu ti motër e nderuar, mos e tepro çndrimin tënd në kuzhinë. Unë them që qëndrimi yt në kuzhinë është ibadet, adhurim ndaj Allahut, se i duke përgatit ushqim për familjarët e tu, për burrin tan, për vllahun tan, për motrën tane, për fëmijët e tu dhe kështu me radhë. Mirë po, qëndrimi yt i tepruar në kuzhinë, që ta bësh sa më të hershme, sa më të bukur sofrën tane, mundet që të llogaritet edhe teprim. Për arsye se ndonjëherë ne nuk e bëjmë ata që të afrojmë sa më të lezetshëm, po sa më të hershëm. E më e hershmja mundet të ecë për si e fatësi, mund të jese për teprim, që kur të vinë musafirët në sofrën tane ta çellojnë apo ta shikojnë me një shikim të hamendshëm. E kjo nuk duhet të jetë, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, syfyri, iftari i tij ishte shumë modest, që transmeton Aisha radhiyallahu anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iftarin e tij kishte me hurma. Kjo nuk do të thotë që është e ndaluar haja dhe ushqimi në gjëra tjera. Mirë po teprimi është i ndaluar. Andaj lut Zotin e Madh që Allah na bëjë njerëz modest në hajën dhe pijen tonë, dhe të jesë Allahu i kënaqur me ne. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.